Unë së bashku me ekipën mjekësor që ishin aty, filluam të japim ndihmën e parë, ndihmën e shpejtë, e cila ishte më së domosdoshme. Po u shifej se ishte në gjendje të rëndë. Dhe pas gjithë ngjarjat, angazhimi jonë për ta rikthyer generalin Fadil Limani në jetë, ishte një periudhë shumë e shkurtër, deri në 10 minuta, pasi plagët të cilët e kishin kapur generalin Fadil Limani ishin të rënda. Ishin plagë të marrura nga lëndë plasë eksplozive nga predha e tankut, e cila kishte goditur në pjesën e kafazit të krahërorit, anën e përparme në gjoks. Ishte plagë te shpuese, do thotë, plagë hyrëse dhe plagë dalëse nga mrapa. Që gjakderi ishte jashtëzakonisht, kishte mjaft, po ishte i vetëdijshëm, komunikativ në brendësi aty, derisa ishte duke u dhënë ndihma e parë generalit. Ishin shokët e tij, po më afër kishim njërin nga ta, ishte në gjendje të vetëdijshme, komunikonte me ne, na njihte mirë. Dhe dikun aty rreth orës 10 minuta para orës 9 dha frymëmarrjen e fundit. Një detaj që është shumë i rëndësishëm se zakonisht vizita në këtë vend sjell edhe emocione, kështu që çdo herë kemi emocione kur afrohemi këtu. Ngjarjen e fundit dhe momentet e fundit, po gjithë betejën, do thotë në formë si mjek që kam shërbyer në këtë fshat, do thotë e kam bërë raportin në formë zyrtare, në formë të shkruar, dhe i cili është arkivuar në arkivat e shtabit të përgjithshëm dhe arkivat ku çdo detaj rreth ngjarjes dhe rreth momenteve të fundit të generalit Fadil Limani janë të evidentuara në formë të saktë, pasi flasim për një ngjarje e cila ka ndodhur këtu e 24 vite më parë.